Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për vendimin e kryeministit Edi Rama për të mbyllur TikTokun. Debatet janë të shumta, ka reaguar dhe opozita që ka njoftuar një protestë në 15 mars. Por përse erdhi ky vendim tani përpara zgjedhjeve? A ka një prapaskenc tjetër përveç asaj të parandalimit të nxitjes së bullizmit tek të rit? Për këtë dhe për çështje të tjera do të flasim me ekspertin e sigurisë, zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Zoti Softa, ju habiti e prisnit këtë apo ajo pauza që kaloi nga njoftimi i parë u duk sikur u harrua? Jo, për faktin që ai deklarim i kryeministit u dukte i qartë që kishte një shqetësim, sipas tij shqetësimi mund të ishte rasti i vrasjes së një 14 vjeçari, por në fakt opozita e kundërshton duke thënë që nuk është motivi i vrasjes së 14 vjeçarit, por Edhe janë vetë motive babai të cilët ka kundërshtuar, edhe vetë babai ka deklaruar që djali nuk kishte një llogari në TikTok. pra, këto janë argumentat që kryeministi dha dhe argumentat që opozita jep, por dhe vetë shoqëria sepse nuk ishte nxitje dhe nuk ishte pikërisht TikToku që prodhoi, po themi, këtë vrasje, po ishin problematikat dhe konfliktet shqetësimet që kanë nëpër shkolla, të cilët nuk janë gjithmonë burim rrjeti social, por janë edhe faktorë të tjerë, të cilët ndikojnë tek ajo që ne themi parandalimi i dhunës dhe parandalimi i vrasjeve që po ndodhin sot nëpër shkolla. Por mendoj që mund të jetë një motiv politik për faktin që nëse do të ishte shqetësim TikToku, mendoj që në momentin kur ka ngritur shqetësim administrata e Shtetit Bashkuar të Amerikës duke thënë që TikToku është një platformë e krijuar nga një shteti kinez dhe si i tillë ka qëllime të tjera ku vendimet si në Amerikë ashtu dhe në Bashkimin Evropian ndodhen që të paktën fillimisht ndaluan përdorimin e këtij aplikacioni në aparatet e telefonit të strukturave shtetërore, në kompjuterët e tyre për të mbajtur, po themi, elemente lartë sigurisë, meqense mund të edhe dyshohej që TikToku përdoret si platformë për të bërë përgjigje apo për të marrë informacionet nevojshme nga strukturat ligjvatuese, strukturat e ligjvënësve, po dhe strukturat e shtetërore. Kjo gjë nuk ndodhi, por erdhi pikërisht tani në këtë moment dhe madje vjen dhe një kufizim duke thënë një vit. Pra, o do e ndalosh të platformë për gjithmonë, ose duhet të kesh një motiv pse pikërisht një vit. Sigurisht ai kërkon të japi një shpjegim duke thënë që ne do bisedojmë dhe do bashkëpunojmë me platformën, e cila mund të krijojë dhe mund të punojë për të krijuar disa filtra. Po nuk është një kriter që themi u dashka një vit mbyllet që të bëhen filtrat. Pra nëse kjo mund të ndodhte, gjithë kjo kohë mund të ishte një paralajmërim për platformën, nëse kjo platformë mund të punonte për të krijuar apo jo filtra. Dihet që platforma e TikTokut ndryshon nga përdorimi dhe qëllimet e saj brenda territorit kinez, ku promovon natyrën, promovon kulturën, dhe ndryshon nga përdorimi i tyre jashtë territorit kinez, ku sigurisht shpeshherë në shumicën e rasteve përveç anëve të bukura që ajo promovon, është edhe nxitja apo promovimi i dhunës dhe i veprave të tjera të cilët janë lëndët narkotike, nxitja ndaj dhunës, nxitja ndaj bullizmit dhe fenomenet të natyre. Aq më tepër që kontentin e dhunës e prodhojnë profilet e faqet shqiptare. Ju si mendoni personalisht, jeni pro apo kundër? Unë jam pro në respekt me atë kulturën dhe ato angazhim të madh që jo pak po shumë njerëz të cilët harxojnë kohë të madhe në këtë platformë. Dhe meqenëse është bërë kaq i dashur për shqiptarët, kur her pas here gjejnë momente të bukura për mënyrën se si ata i promovojnë, sigurisht jam dhe pro mbylljes TikTokut për faktin që është bërë një element ku shpeshherë ndërmjet profileve false, profileve të jo të vërteta, për të cilën e lejon dhe platforma, i përdorin ata për të denigruar figura të ndryshme apo për të sulmuar persona të ndryshëm apo për të krijuar, po themi, profile të cilët shërbejnë pastaj për qëllime të tjera jo artistike apo jo kulturore apo jo argëtuese, po fillojnë dhe kthehen një makt të vërtet për qytetarët shqiptar. Por nëse zoti kryeminist do të ishte i shqetësuar pikërisht për këtë gjë, për cilën ai thotë,
Ai thotë që kam marrë një komunikim me 65 prindër dhe mësues, gjë që nuk e di si i mat, sepse gjithmonë sa herë ka ndërmend të marrë një vendim, këtë formë ka gjetur, që i pyeta me post, mu përgjigjen me post, ka i shqiptarë dhanë këtë mendim e radhë, dhe ka harruar që posta dhe komunikimet e tij nuk janë referendume, nuk janë vendimmarrje të cilët kërkon të shes si një mbështetje popullore, po janë gjithmonë vendime të cilët lidhen në interesin e tij personal, po dhe të forcës politike që ai drejton. Mendoni që ashtu çdo gjë e ndaluar do shkoj drejt zhbërjes edhe kjo do gjenden mënyra që përsëri profilet hapen nëpërmjet kanë filluar që sot madje ndër fjalët më të klikuara në Google ishte VPN free. Pra metoda po gjendet ende pa u mbyllur. Metoda do të gjenë, sepse kjo ka ndodhur sa herë që gjërat kanë ndaluar. Si në kohën e Enverit kur nuk lejoheshin për të parë kanalet e huaja, prodhonin ato kanaqet që ishin forma e marrjes dhe kapjes sinjaleve për të parë kanale italiane apo kanale të tjera. E njëjta gjë ndodhi me bastet, pra kur këto u ndaluan, loret e fatit, përsëri u gjet mënyra nëpërmjet celularëve apo forma të tjera ilegale ku një formë në mënyrë informale qarkullonte dhe vazhdon të qarkullojë një monedhë e cila nuk merret dhe nuk përdoret nga shteti. Por nëse shteti do ishte kaq i shqetësuar, më shumë do të mendoja do ishte platforma e cila ishte baza ku u përdorën nga grupet kriminale, ku u përdorën nga grupet e hakerave shqiptar, siç ishte ajo platforma jo TikToku, Telegram. Pra platforma Telegram vazhdon të përdoret dhe nga hakerët e tjerë, ku janë ekspozuar nëpërmjet kësaj platforme, ne kemi parë ekspozimin e targave, të dokumentave, të materialeve të tjera, të cilët ishin hakeruar ndaj thyrës së sistemit mbrojtjes për shkak të mbrojtjes kibernetike. Pra kjo vazhdon të jetë në Telegram gjen platformë e cila ofron armë, ofron drogë, ofron sende të paligjshme, dhe me saj ato janë gjendje të krijojnë nën grupime, të cilët her pas here nuk janë gjendje ose të prodhojnë pornografi, ose të përdorin forma të tjera të presioneve, si gjobvënia apo presione të tjera, që kanë krijuar patjetër edhe drama apo kanë krijuar edhe probleme ndaj një shoqërie ku kryesisht futen jo pak po dhe minoren, që ekspozohen në mënyrën e regjistrimit për shkak të pamundësisë për t'i verifikuar nëpërmjet filtrave apo formave të tjera të kontrollit. Pra kjo një gjë nuk ndodhi me Telegramin, edhe pse Telegrami ishte më i emergjent për mbyllje, për kufizime, sepse aty po ekspozoheshin pikërisht ato elemente të cilët tash u morën dhe u thyen nga sistemet e sigurisë. Zoti Softa, mendoni që do dëmtohen më shumë bizneset me këtë vendim që përfitojnë duke reklamuar pra sipërmarrjen e tyre, apo opozita nga ana tjetër që thotë që po dëmtohet para zgjedhjeve, pasi videot e saj denoncimet bëhen virale? Po reagim aktualisht ke vetëm nga opozita. Nuk kemi një reagim ose një prononcim, po themi, ka vetëm një lloj sondazhi, jam munduar të lexoj disa sondazhe, si mendojnë qytetarët lidhur me këtë vendim të qeverisë shqiptare. Të paktën një nga mediat ka qenë një sondazh me 5.000 sa persona të pyetur, ishte rreth 76% e quhenin vendim gabuar, 21% e quhenin të dur dhe rreth 1.5% nuk dinin, pra nuk shprehen lidhur me këtë vendim të qeverisë. Pra shumica absolute tregon që është kundër mbylljes saj, sepse me sa duket është një shoqëri e cila është shumë e përqendruar dhe e koncentruar tek TikToku, si për kohën që u mbet duke shtetuar atë, po dhe për ata të cilët duke pasur kaq popularitet dhe kaq përdorim në territorin shqiptar, është kthyer dhe në një mjet komercial për gjithë ata të cilët tregtojnë apo promovojnë produktet e tyre komerciale apo tregtare. TikToku ishte edhe pjesa ku një nga gjyqtarët e Elbasanit, kujtoni gjyqtaren e TikTokut, e cila këndonte këngë për kokainën, apo promovonte atë lloj mjeti që më pas doli që ishte dhuruar apo dyshohej e dhuruar nga një grup kriminal. Pra të gjitha këto janë si nga ekspozimi dhe përdorimi i personave të drejtësisë, përdorimi i personave që janë në struktura policore, po dhe persona në struktura shtetërore, apo deputet të cilët janë pjesë e TikTokut apo TikToksave të cilët i përdorin këto lloj platformash. Por thash, përveç anës pozitive, janë dhe anë të tjera negative,
sepse kjo platformë është në Kinë dhe lufta midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe TikTokut për ta marrë dhe për ta blerë dhe për ta poseduar deri në bllokim apo mbyllje, e ka çuar, sidomos tani që është dhe Trumpi në krye të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të kemi me siguri një ndryshim, qoftë edhe të formës se si TikToku mund të jetë dominant në tregjet botërore. Megjithatë, është nga platformat më popullore dhe më të vizituara dhe më të frekuentuar në botë. Por mund të ishte gjetur edhe zgjidhja e Australisë që të ndalojë vetëm për fëmijët. Unë nuk harxoj shumë kohë të drejtën në TikTok, her pas here futem, sigurisht, sepse është dhe një formë për ta përdorur anën pozitive të saj, por është dëshira e njerëzve të cilët me siguri do ta gjejnë këtë mënyrë për të komunikuar, por nuk është se do të mungojnë platformat, por ndoshta jo kaq e suksesshme sa mori këtë popularitet TikToku. Përsëri do të gjendet një platformë ku njerëzit do të futen, do të kenë mundësi të arktohen apo të komunikojnë apo të realizojnë dhe qëllime të tjera, sepse jo gjithmonë është pozitive, ka dhe persona të cilët futen me qëllime negative. Me që përmende Sheban, mund ta ketë bërë kryeministri për t'i rënë sy dhe Trumpit apo Jo, nuk besoj sepse kjo bisedë është bërë paktën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ideja për TikTokun ka qenë e më parshme, para se Trumpi të vinte në pushtet. Pra, vetë administrata amerikane ka qenë e shqetësuar lidhur me rrezikun ose për shembull edhe Bashkimi Evropian ka kërkuar jo bllokim të kësaj platforme, por mbyllje të saj me disa kritere, duke përjashtuar gjithë ata që quhen zyrtar dhe punojnë në kompjuterat apo telefonat e tyre ku kanë dhëna sensitive apo që mund t'i përdorin ata duke depërtuar shërbimet kineze për të marrë dhëna të cilat mund të jenë me interes për vetë atë, mund të ndikojnë edhe në sistemet zgjedhore. Për shembull, kujtojmë momentin e Rumanisë, kur një kandidat për president fitoi presidencën pikërisht duke përdorur këto platforma sociale. Një person që kurrë nuk bëri një fushat, kurrë nuk doli në publik dhe megjithatë arriti të bëhet fitues, sa shqetësoi presidentin aktual, po edhe gjykatën që të rishikojë këtë lloj fitore që ai mori nga qytetarët e Rumanisë. Zoti Softa më lejo të prekim edhe një tjetër çështje për ta mbyllur. Pak ditë më parë ndodhi një vrasje në Tiranë, një grua palestineze. Fillimisht u tha që e vrau personi që e shoqëronte ishte i dashuri i saj, më pas babai, pra dilema dhe misteri vazhdon edhe për pistat. Ju në informacionet tuaja ose nga rrjedha logjike, çfarë mendoni, çfarë ka ndodhur? Të paktën referuar disa mediave, kryesisht ka qenë një artikull në një media të Hollandës, është shprehur që babai ka pasur konflikte dhunë ndaj vajzës për shkak të një jete disi jashtë normales në raport me besimin e tyre fetar. Pra, ajo ishte më e lirshme dhe si e tillë kishte pësuar dhe një divorc, ku nga ky divorc kishte edhe 3 fëmijë. Ardhja në territorin shqiptar duket si e dedikuar, sikur vjen dhe një pjesë tuaj dhe kanë filluar vinë territore për të bërë krime, dhe momenti i ndodhes primit nga babai mund të jetë një konflikt i çastit apo i programuar për të ardhur këtu në territor, dhe dyshohet që sipas tyre mund të jetë përdhunuar dhe pastaj është bërë dhe vrasja e vajzës. Kjo ngelet për të parë sepse ka një grup hetimor, do të jetë një ekspertizë mjekoligjore, e cila do të përcaktojë gjithë dyshimet e mundshme dhe mund të përcaktojë apo jo shkaqet e mundshme të çfarë ka ndodhur, nëse ka pasur dhunë, nëse ka pasur abuzim seksual me vajzën, apo kanë qenë të bartura dhe kjo ardhje e qëllimshme ka qenë vetëm për ta eliminuar. Po prapë e çuditshme babai të vijë deri në Shqipëri për të realizuar një vrasje dhe mendoj që kamrat të cilët janë sot në duart e hetimit dhe nëse mund të ketë dhe një person të tretë, po nëse do të kishim person të tretë, mendoj se nuk do të jetë në një pistë e mundshme, se pista do të jetë vetëm midis babait dhe vajzës. Pastaj largimi i tij nga territori, njollat që janë tharë gjakut, koha për cilën ka ndodhur vrasja që duhet përcaktohet, largimi i tij mendohet nga Greqia apo nga territori toksor dhe largimi i tij dhe mendohet se mund të jetë në territorin e Hollandës, atje ku mund të ketë gjetur strehën. Zoti Softa, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit.